Gjitur me shkollën e Minduraku në mes të 3 pallateve, e ku po ngrit një pallat atje. Jam kundër asaj leje ndërtimi. Është e paimagjinueshme ajo leje ndërtimi që është dhënë atje dhe është e paimagjinueshme. Kush ka dhënë lejen ndërtimi? Kushdo që ta ketë dhënë, pse ç'ka ka ndonjë problem të madh? Ka ndonjë problem? Është mundësia të kthehet? Nuk e di këtë pjesë, jam vënë vonë në djeni ata po bëjnë protesta. Kam qenë ditë për ditë atje. Kaloj, edhe tani që erdha, kaloj atje se shikoj me sytë e mi se para 3 ditësh kishin prerë tubacion e ujit dhe gjeta autobotët e ujësjelës kanalizimeve, pra ujësjelës e Tiranës që po furnizonte depozitat e banorëve atje që të kishin ujë. Wow. Ja, kjo është historia. Se kështu është kur nxiton, dhe do ta bësh sa më shpejt dhe nuk merr parasysh interesat e këtyre njerëzve. Unë në këtë njësi jam për interesat e njerëzve, nuk jam për interesat e bosëve të betonit. Dhe do mbroj interesat e njerëzve, të qytetarëve. Dhe natyrisht. Ata janë të fortë zoti Braçë. Po le të jenë më të fortë. Sa të fortë kanë parë. Jo, i ke marrë parasysh që ata mund të kundërvijen në forma nga më të ndryshme. Çfarë do bëjnë? Do blejnë vota. Kundër meje. E po pastaj. Është edhe një kriminal që thoshte do vrasë Erion Braçën. Kur? Në fushat? 2 vjet, këto 2 vjet e fundit. Është edhe një që thoshte. Është edhe një kriminal. Tani në ndryshuar formën. Do bëj ç'është e mundur, thotë që filani dhe filani mos jenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Po çfarë? Ky është krim, zoti Braçë. Po pastaj. Me këtë duhet merret spaku. Po pra, prandaj thash. Duhet merret edhe prokuroria. Ky është krim. Që kanë vesh përtej veshëve të mi. Po kur dëgjoj unë, besoj që kanë dëgjuar të tjerë. Jo, se ju keni bërë publike. Jo, kur dëgjoj unë, besoj që dëgjojnë të tjerë. Pa diskutim. Kujt i bëhet vonë për këtë histori? Kujt i bëhet vonë për këtë? Pse Shqipëria e këtyre? Nuk është Shqipëria e këtyre. Po pastaj, ç'a do bëjnë? Zoti Braçë, vim te një temë që është bërë lajm i ditës. $6 milion është kontrata që Partia Demokratike e ka bërë me një kompani amerikane. Këta kanë dhe shifra të habitshme. Dhe tashmë Partia Demokratike kur kujtoj që po bëj fushat elektorale vetëm me mendje, gojë edhe këmbë, këto shifrat më habisin. Jo, cili është kombeti juaj, sepse Partia Demokratike dori një deklaratë. Shiko, tha që janë patriotët antikomunistë në Amerikë. Po, qartë, janë diversantët që po paguajnë. Banda Xhevdet Mustafës, me të tjerë që po paguajnë për të rrezuar regjimin në Tiranë. Po çan këto muhabetet. Dëgjoj Orland, ta kthejmë në serioze këtë histori kur ju thash para zgjedhjeve nga i komisioni i ndërhyrjeve të huaja direkte edhe indirekte në procese demokratike, edhe përmes dizinformimit dhe kështu me radhë. Kur i thash ka një lumë të paimagjinueshëm parash që do të impaktojnë, infektojnë, deformojnë zgjedhjet, janë ca gazetarë të djathtë që vinë atje ke kryesia e kuvendit edhe të shikojnë dhe kështu me qesëndisje dhe majnë që qaj ke këto muhabete. Unë s'kisha muhabetet mia, unë kisha muhabetet agjensive Lisë Batuse që kishin raportuar në komisionin e posaçëm të kuvendit. Kur thash eksaktësisht këtë, kur thash ore se që janë 1-2 që dalin që tani e thonë që ore këto janë lekët tona, janë lekët tona, o vlla, janë lekët tona, ne grumbullojmë ne, o ja, shikoj, e kam këtu në këtë, në iPhone mo, e kam këtu, o ja, shikoj, vlla, jam transparent unë. Ndërkohë që lumë parat e tjerë me radhë, doli tipi edhe tha që shikoj se unë jam transparent pra vazhdonte. Tani urdhroni, ka dalë baba i këtyre me 6 milion euro, me 6 milion dollar njerësh. Dakor? Se këta janë gjithë derivatet babës, janë çunat e babës. Ka dalë baba këtyre tani, edhe me të gjitha llojet e dialekteve antikomunist thot, po financon këtë. Po kush ma elektricisti financon 6 milion dollar. Keni fjalën për atë që ka bërë donacionin? Po pra. Po shikojnë se kush është personi që ka dalë garant për 6 milion dollar. Shikojnë për të habitur. Dhe si të shkoj kjo histori dhe cili është komenti juaj për Lasi Vitas? Ju ka trembur strategu i fushatës së Partisë Demokratike? Mua as më ka trembur as vullnetësina. Jo, në aspektin profesional. As vullnetësina, as Lasi Vitas. Njëri nga të dy nuk më tremb, njëri nga mik të tjetrit as e kam fush pamje fare. Sa ngjan më buri dhe.
Po desha të thosha që, shiko, ka ndodhur që këto gjëra zbulohen zakonisht pas zgjedhjeve. Është fat shumë i madh për gjitha agjencitë lizbatuese në këtë vend që kjo gjë zbulohet para zgjedhjeve. Ishte e mundur? Kanë sjell zakonisht, kanë sjell gjatë këtyre ditëve si shembull të asociueshëm, të ngjashëm, fushatën e Macron edhe financimin e Macron për zgjedhjet presidenciale para kanë përshtypjen 15-20 vitesh në Francë, për cilin Macron thash ndjes Sarkozy. Fushatën e tij ndjes Sarkozy. Edhe për cilën është në hetim, është në proces gjyqësor, shkon sa herë thrasin në gjykatë e tjerë me radhë. Pra ka ndodhur, ajo ka ndodhur pas zgjedhjeve. Kjo është para zgjedhjeve. Është prova më e madhe e institucioneve lizbatuese për të marrë me këtë gjë. Po jo vetëm me këtë gjë. Se duke qenë përdit në territor, shikoj habira të paimagjinueshme, shpenzime të pajustifikuara. Nga kush? Nga të gjithë. E ke fjalën për kundërshtarët tuaj politik? Po patjetër. Kandidat për deputet më. Me shpenzime të paimagjinueshme. Kush është ky? Mund ta thoni? Erlan, të bëj një pyetje. Sa kushton një shërbim në dasma me kamera e kështu me radhë? Sa kushton? Nuk është pak. Po këta i kanë përdit më, kamerat nga mbrapa. Unë s'kam kamera, unë kam vetëm telefonin tim. Kam vetëm telefonin tim, biles më thonë, të duhet një fotograf, të duhet një kameraman bashkë me kamerën tim. Jo, i thëmë, duhet, s'jam unë. Po të kem ato, nuk jam unë. Më të efektshme janë ato videot e tua. Po jo, nuk jam unë. Jo, unë nuk e bëj për efektivitet. Unë e bëj për të qenë realisht e rioni që jam, në raport me ata që më ndjekin, më shohin, bëjnë e tjerë më radhë. Po të marrë një kamera me vete. Po të marrë një kamerë, të më ndjeki mua kur eci rrugëve, kur ndaloj takoj njerëz, kur flas me njerëz e tjerë me radhë, s'do isha unë më, se unë nuk jam në të përditshmën time kështu. Tani dje isha ke liçeni po ecja, po bëja ecjen time e tjerë me radhë dhe pash njërin aty që shpërndante letra dhe përballë kishte kameramanin bashkë me kamerën. Kamera e fundit fare, high definition e kështu me radhë atje. Thash, po kush është më va? Pastaj e pash, më doli edhe në një video, kishte qenë një emision televiziv të këtyre mediave të mëdha, këto që duan vetëm të bërtasësh, të sherrosesh, të grindesh, që mos dëgjohet asnjë gjë, vetëm bëhet ai sherri i famshëm që është marrë nga këto reality show edhe që të sjell vëmendje ku diun. E pash atje thash, po ky më, ç'është ky më? Domethënë këtu edhe më i rëndomti ka një shërbim të këtij lloji që kushton. Tani unë atë letrën time që u thash, po e shpërndaj me antarët e mi, Partisë Socialiste. Pa kosto fare. Vetëm me zemër edhe me shpirt të bëjnë atë. Edhe po e shpërndajnë derë më derë ti mëra. Tani çdo mëngjes më çojnë, ka hedhur dhe filani posterin e vet këtu ke shkalla ime, ke pallati ime ti mëra. Po ishte gjë i thash? Jo s'ishte. Po pat në një tjetër një demokrat, socialist, e këtyre partive tjera që po e shpërndante jo. Këta i shpërndaj me agjensi. Me agjensi. Dhe agjensia paguat. Po mirë pra, janë shpenzime, ma janë shpenzime gjitha. Kush ka shpenzuar më shumë? PS apo PD? Po diu, se kam idem fare, jam territor merr me njerëz. Ju kjo unë besoj këtë tëndin, se si funksionon ti në këtë fushat, po kolegët tu në Partinë Socialiste nuk janë kaq të thjesht, nuk janë kaq, po themi, qesin në këmbë. Janë dhe ata të motorizuar, shikojmë që hedhin dhe lek. Kush e ka zonën në fshat për shembull i motorizuar duhet jetë, se në fshat nuk ke se si të shkosh. Por edhe këtu në qytet dhe mund motorizuar. Në qytet, në qytet, pastaj këtu në njësinë numër 5 do t'i kërkoja shumë që mos ndosim mjedis, duke lëvizur me mjete motorike. Po pse se ke kërkuar deri tani se edhe 13? Me ju ma sot në vëmendje këtë gjën. Po ke plot që lëvizim me mjetet të motorizuara. Dhe mjetet motorizuara janë 4 rotak 100.000 euro, jo kështu 4 rotak. Makina ime e ri e parkuar ke kryesia ku vendet gjithkohës, domethënë po më bën mirë edhe për shëndetin e gjithë kjo gjë.